Eklipsi diellor në Luan do të sjellë një ndryshim të veçantë për këto shenja të zodiakut. Një eklips diellor jashtëzakonisht i fuqishëm do të ketë një kuptim të ndryshëm për secilën shenjë të zodiakut gjatë javës nga 10 deri 16 gusht 2026. Të mërkurën eklipsi diellor në Luan na tregon të gjithëve se si ta mbrojmë kurorën tonë. Hëna në Virgjëresht e njëjtën na përgatit për të krijuar lidhje të reja të shtunën. Hëna në Peshore na frymëzon të besojmë tek dashuria dhe pse Saturni në Dash përpiqet të na bëj tik. Dashi, sezoni Luanit do të përgatitet për një kapitull të ri, ndërsa Saturni mund të jetë duke ta zbehur dritën, Jupiteri po të ndihmon të gjesh veten tënde dhe zërin tënd. Ki guxim dhe vlerëso përpjekjet e tua krijuese. Eklipsi diellor të kujton potencialin që ke. Kjo energji të nxit të kesh besim për t'i dhënë hapësirë projekteve që ke lënë pezull dhe për t'i bërë ato të shkëlqejnë. Kjo është një periudhë e vlefshme për të mësuar se si t'i përmirësosh aftësitë dhe t'i zhvillosh talentet e tua. Dema do të përjetojnë shumë zbulime për veten, veçanërisht në shtëpinë e tyre. Sezoni Luanit po nxjerr në pa fushat e jetës ku duhet të përqendrohesh më shumë. Kushtoju vëmendje. Eklipsi të tregon se ti je mbreti ose mbretëresha e shtëpisë tënde, ti merr drejtimin dhe ndihmon pjesëtarët e familjes ndërsa e mban me krenari kurorën tënde. Kjo është gjithashtu një periudhë e mirë për të zbuluar informacione nga e kaluara. Binjakët, me energjinë e eklipsit diellor të kësaj jave ti po shkëlqen vërtet brenda rrethit tënd shoqëror binjak. Sezoni Luanit tashmë po të shtyn të mblidhesh me të tjerët dhe të përfshihesh në grupe të ndryshme. Tani është koha të bësh pjesë e aktiviteteve në grup dhe të bashkëpunosh. Aftësitë tua drejtuese janë të dukshme këtë javë. Me Mërkurin që ka rifilluar lëvizjen e drejt për drejt, ke disa ide interesante që të tjerët i mirëpresin. Po bëhesh gjithashtu një komunikues i efektshëm. Gaforia, ndihesh sikur je mjeshtër i financave të tua, por ky eklips diellor mund të jetë një përvojë që do të vendos me këmbë në tokë sepse ke qenë i pamatur. Mendo për gjërat materiale që zotron. Nëse ke qenë i kujdesshëm dhe dëshiron të rritesh, përqendro në krijimin e një plani të qartë që mund ta përdorësh për të ardhmen. Eklipsi diellor po të kujton që të mos veprosh në mënyrë të pamatur. Qëndro brenda buxhetit dhe bëhu i vëmendshëm ndaj mënyrës se si shpenzon para. Luani, eklipsi diellor në shenjën tënde të tregon se si të bëhesh aristokrati që gjithmonë ke qenë, i destinuar të jesh Luan. Një histori e vjetër nga periudha Saturnit në ujor, e cila të kishte bërë të rimendoje disa gjëra prej marrëdhënieve tua mund të rikthehet, por këtë herë ke mbështetjen e Jupiterit që duhet për të dalë fitimtar. Të besosh tek vetja është e rëndësishme, ndaj mëso të mbash kurorën tënde me krenari. Këtë javë, synimet në karrierë marrin një shtys të re, ndërsa përvojat romantike duken më emocionuese. Po kupton se gjithçka është e mundur përsa kohë ke besim tek vetja. Virgjëresha, gjatë këtij eklipsi diellor mund të tundohesh të tërhiqesh nga të tjerët virgjëresh. Tani për tani, ndihesh rehat duke punuar vetëm. Sigurisht bashkëpunimet kanë vlerën e tyre, por kjo është një periudhë kur ti je i vendosur të kërkosh, të studiosh dhe të punosh me durim. Nuk ka vend për nxitim këtë javë, sidomos nëse eklipsi krijon një ndikim tek Saturni. Je këtu për ta përsosur atë që bën dhe kjo do të të bëjë të pandalshëm. Mund të ndihesh gjithashtu dëshirën për të udhëtuar dhe eksploruar në ditët në vijim. Peshoria. Kjo është një javë e bukur për të rikthyer tek projekti vjetër Peshore, po mëson të respektosh veten, ndërsa sezoni Luanit vazhdon të rrisë nivelin e vetbesimit tënd. Saturni po sjell sfida, por nuk janë asgjë që të mund të përballosh. Merr pak kohë për të menduar për planet e tua në të ardhmen. Jupiteri po të ndihmon të marrësh drejtimin e jetës tënde, por duhet i besosh vetes dhe procesit tënd. Kështu zbulon se kush je dhe çfarë të motivon. Akrepi, këtë javë po merr përsipër role të tjera, ndërsa eklipsi diellor
ndriçon pjesën më të madhe dhe më të lartë të hartës tënde astrologjike. Me hënën në Luan po të kujtohet se si të drejtosh të tjerët pa dyshuar tek vetja. Kjo energji po të përgatit për aventura të reja, por gjithashtu nxjerr në sipërfaqe pjesë të kaluarës dhe historisë tënde personale. Sezoni i Luanit nxjerr në paftësinë që ke dhe mënyrën se si ato të ndihmojnë të kapërcesh pengesat në karrierë. Shigjetari, me Jupiterin, planetin tënd udhëheqës në Luan, po mendon të rikthesh në shkollë ose të nisësh një kurs të ri. Eklipsi vazhdon të forcojë këtë prirje dhe ndërsa ndjek rrugëtimin tënd, mund të zbulosh diçka të çmuar që nuk e ke vënë re më parë. Kjo periudhë ka të bëjë me provën dhe gabimin, ndërsa harta e rrugës po bëhet gjithmonë më e qartë për ty. Këtë javë po fillon të kuptosh se çfarë dëshiron të bësh me planin afatgjat. Saturni po të shtyn të nisësh fazën e planifikimit që ndoshta e ke shmangur. Bricjapi. Për ty Bricjap, ky eklips është një periudhë për të hequr qafë rrëmujën dhe për të lënë pas atë që nuk shërben më. Duke vepruar kështu, jap rrugën diçka më të madhe për ty në jetën tënde. Nëse ke pasur vështirësi në punë, ngadalsoj ritmin dhe vepro në mënyrë më të strukturuar, sidomos pasi eklipsi krijon një ndikim tek planeti yt udhëheqës Saturni. Hapa sapi mund të arish atje ku dëshiron, për sa kohë që nuk nxitohesh dhe nuk i vendos vetes presion. Ujori, sinqeriteti është politika më e mirë në marrëdhëniet e tua ujor. Eklipsi diellor po të ndihmon t'i çosh marrëdhëniet e deritanishme në një fazë tjetër. Partneritetet e punës mund të vijnë në provë, por Saturni është në anën tënde. Marrëdhëniet ose do të evoluojnë ose do të përfundojnë në këtë periudhë. Këtë javë po mëson të jesh më përzgjedhës me njerëzit që ke në jetën tënde. Nyja jugore në Luan po të tregon se si të çlirohesh nga lidhjet ku ekziston një dinamike pa barabartë pushteti. Peshqit, këtë javë eklipsi diellor të shtyn përballesh me frikrat e tua dhe të marrësh një zotërim tek fuqitë që ke. Me diellin në Luan, çështje që lidhen me historinë e familjes tënde dalin në sipërfaqe, mund të zbulosh disa të vërtetat fshehura. Ekziston mundësia të pajtosh me të kaluarën ndërsa mbyll disa kapituj të saj. Po dëshmon gjithashtu forcën tënde, ndërsa Saturni në dash vazhdon të forcojë mburojën dhe të bëjë më të pathyeshëm.